Spitali Rajonal i Vlorës ka ndërmarrë një sërmasash organizative dhe logjistike me qëllim përballlimin e fluksit të shtuar të pacientëve gjatë sezonit turistik veror, periudhë kjo e cila çdo vit shoqërohet me rritje të ndjeshme të kërkesave për shërbime mjekësore në qytetin bregdetar. Lajmi është konfirmuar për televizionin 6+1 Vlora nga drejtoresha e Spitalit Rajonal të Vlorës, Mjaftesa Sulaj, e cila thekson se institucioni është në gatishmëri të plotë dhe se është planifikuar një reagim në kohë reale për çdo situatë që mund të krijohet gjatë sezonit. Sipas Sulajt, struktura spitalore është forcuar si në aspektin njerëzor, ashtu edhe në ato organizativ, duke synuar një menaxhim sa më efikas të fluksit të pushuesve vendas dhe të huaj, të cilët zgjedhin bregdetin e Vlorës gjatë verës. Besoj se do të reagojmë në kohë reale, padyshim që këtu stafi është një staf i kualifikuar dhe i përgatitur për çfarëdo lloji emergjence. Besoj se me bashkëpunimin dhe me komunikimin në mënyrë të menjëhershme do të kemi zgjidhje të situatave siç ka qenë dhe më përpara në kohë reale. Ajo nënvizon se Spitali Rajonal i Vlorës disponon një staf të kualifikuar mjekësor, infermieror dhe administrativ, i cili është i përgatitur për të përballur ngarkesën e shtuar të punës gjatë muajve të verës. Sipas saj, përvoja e viteve të kaluara ka ndihmuar në përmirësimin e organizimit dhe në rritjen e efikasitetit të shërbimeve. Patjetër, është një staf shumë i kualifikuar, mjekësh, edhe infermierësh, por edhe nga ana administrative, janë të gjithë persona kyç, të cilët e dinë rendin e punës dhe e dinë të gjithë se si funksionon e gjithë hallka e spitalit. Në kuadër të masave të marra, pritet që të ketë një koordinim më të ngushtë mes urgjencës spitalore, shërbimeve të specializuara dhe strukturave mbështetëse, në mënyrë që çdo rast të trajtohet me shpejtësi dhe efikasitet. Po ashtu theksi është vënd edhe tek përmirësimi i gatishmërisë së shërbimit të urgjencës, i cili mbetet pika kyçe gjatë muajve të verës. Sezoni turistik në Vlorë sjell çdo vit një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve, duke rritur automatikisht edhe kërkesat për shërbime shëndetësore, sidomos për raste emergjente që lidhen me aksidentet, temperaturat e larta apo problemet e ndryshme shëndetësore, të cilat mund të shfaqen gjatë pushimeve. Drejtoria e spitalit thekson se të gjitha strukturat janë në alert dhe se synimi kryesor mbetet garantimi i një shërbimi sa më cilësor dhe më të shpejtë për çdo qytetar dhe turist, i cili ka nevojë për ndihmë mjekësore gjatë qëndrimit në zonën e Vlorës.